Dy shtetas kanë rënë prangat e policisë në dy operacione të ndara në Tiranë dhe Shkodër të lidhura me mashtrime për udhtim të pajlishëm të emigrantëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në Tiranë u arrestua 40 vjeçari Ahmet Bellahu pas dyshimeve se ka mashtruar një qytetar duke i marrë 21.000 euro me pretentimin se do t'i siguronte dokumentacionin për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arrestimi u krye nga efektivët e komisariatit numër 2, ndërsa rezulton se Bellahu është dënuar edhe më parë në vitin 2024 me 6 vite burg për mashtrime pasoja të rënda në një rast identik. Ndërkohë në Shkodër është vënë pranga 43 vjeçari nga Mamurasi, i cili dyshohet se kundrejt pagesës prej 400 deri në 500 euro për person, ndihmonte emigrant nga lindja e mesme dhe Azia të kalonin ilegalisht ufirin drejt malit të zi. Ai u kap në flagrancë në fshatin Vukpala, i teksa transportonte në automjet 6 emigrant, 3 nga Siria dhe 3 nga Egjipti. Policia sekuestroi mjetin e përdorur në transport, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur nëse 43 vjeçari vepronte i vetëm apo ishte pjesë e një rrjeti të strukturuar.